Tash jemi dëshmitar të proceseve politike të cilat zhvillohen në vend, po edhe në kuvend rreth procesit të ndryshimeve kushtetuese. Fatmirësisht në Komisionin Kushtetues kishte shumicë të kaluaj debati apo arsyeshmëria rreth hyrjes në ndryshimin kushtetues. Po kemi një skemë politike ndarë, veçanërisht në kampin e Maqedonas. Jemi dëshmitar se skena politike në Maqedoni është e polarizuar, veçanërisht në kampin Maqedonas, dhe me dy grupimeve të majtës dhe djathtës ka një ndarje të thellë, rreth çështjeve aktuale politike, rreth çështjes së emrit, rreth çështjes së ndryshimeve kushtetuese. Edhe debati që u zhvillua në Komisionin Kushtetues dhe arsyeshmërisë së ndryshimeve vërtetoi një situatë. Fatmirësisht kishte shumicë në Komisionin Kushtetues, por sot fillon debati në kuvend ku duhet të aprovohet vendim për hyrje në ndryshime kushtetuese, ku kërkon ditë të treta, duke pas parasysh polarizimin të cilët e shohim ndërmjet dy kampeve brenda bllokut politik Maqedonas. Shpresa nuk janë shumë mëdha se mund të arrihet ditë të treta, por gjithmonë jemi optimistë dhe shpresojmë se ndoshta në momentet e fundit mund ndodh diçka të cilën brenda opozitës maqedonase mund të ketë reflektim dhe të arrihet dyert. Po gjitha faktorët politik, mendoj se edhe kryeministri, po edhe opozita maqedonase, po edhe partitë politike shqiptare, pak a shumë janë pozicione se nëse nuk ka ndryshime kushtetuese, ndoshta vendi ka hyrë në qersokak në një proces politik të vështirë dhe ndoshta zgjedhjet do të ishin rruga e vetme e cila për momentin ndoshta jep shpresë se pas zgjedhjeve mund ndodhet diçka, por askush nuk garanton se zgjedhjet edhe do të jenë zgjedhjet e krizës politike të cilat fatkeqësisht kemi. Nuk ka qenë negociator kryetari Ahmeti, por në fakt ka ndërmjetësu dialogun dhe ka bërë përpjekje për ta lehtësuar zgjidhjen dhe besoj që nga dita e sotme do shohim rezultat nga përpjekjet e zotit Ahmeti dhe Bashkimit Demokratik për Integrim. Dhe unë jam i bindur që të gjithë 120 deputetët do rreshtohen mbas ndryshimeve kushtetuese për arsye se kjo është premtim të cilin ata e kanë dhënë qysh në vitin 2016 dhe rrugë tjetër Maqedonia nuk ka përpos integrimit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Ajo për cilën unë mund të flas dhe ja përgjithësi është votat e deputetëve të lëvizjes BESA. Unë jam i bindur se ne do ta përkrahim marrëveshjen, sikur që kemi thënë se prej fillimit jemi bërë pjesë e qeverisë që ta ndihmojmë këtë proces historik për vendin. Tash është koha kur këto vendime duhet të merren, andaj BESA do të qëndrojë në implementimin pozitivisht do të qëndrojë në implementimin e kësaj marrëveshje. Do ta japim kontributin tonë dhe i ftojmë gjithë qytetarët e vendit edhe deputetët që të jenë të vetëdijshëm për momentin historik i cili gjendet vendi dhe të marrin vendim që është në dobi të vendit. E di se është gjendja senzitive, është e ndjeshme për gjithë qytetarët, nuk është çështje e vogël dhe e lehtë për të zgjidhur, por ne jemi të vendosur pra kësaj sfide dhe ne duhet ta mendojmë të ardhmen e vendit tonë.